Mas pari do më thonë që do katrahura që janë bo për para që do më thonë ato nuk më i përmirësohen sot. Ka mundësi përmirësimi do gjona të vogla. Po presim ndryshimi, inshallah bëhet mirë diçka më mirë. Tash vesh, siç e thatë edhe ju, ka filluar një numër më i madh qytetarëve të vinë për të proceduar të drejtën e votimit të tyre. Në këtë qendër janë 12.339 votues, deri më tash për orës 13 janë 1.802 votues. Do të thonë, jo i kënaqshëm numri, po tashit ke pasditja po shihet që kanë filluar të vinë qytetarët, po besoj që do të rritet numri i votuesve. Për momentin jo, deri më tash jo, çdo gjë është normal duke vijur si proces i votimit. Jashtëzakonisht mirë, edhe një numër kaq i mirësh që ishin dalë. Presim pak diçka ndryshime, po ndryshimet më s'mundet me pas. Pa konsideroj se mas pari do më thonë që do katrahura që janë bo për para që do më thonë ato nuk më i përmirësohen sot. Ka mundësi përmirësimi do gjona të vogla, po jo të mëdha. Shumë mirë. Kallabllak nuk pat mirë. Po presim ndryshimi, inshallah bëhet mirë diçka më mirë. Dhe sa që kemi provuar me sa të jetë, inshallah ta tri diçka bëhet.